Gruaja në ritmet e kohës e kishte titulluar aktivitetin e këtij viti Producentja Muzejen Konduri, e cila në prag të festës së 8 marsit shpalli 10 gratë më të suksesshme të vitit në Durrës. Eventi që këtë vit shënon edicionin e tij të 28 i përkushtohet grave, të cilat me kontributin e tyre në ekonomi, biznes, administrim, mjeksi dhe shumë fusha të tjera ndikojnë çdo ditë për një shoqëri më të mirë, më të përgjegjshme dhe më të kulturuar. Jetojmë në një kohë që askush më shumë se ne të komunitetit të grave duhet të ngulmojmë për hierarkinë e vlerave, sepse gruaja siguron vazhdimsinë dhe në situatat kur kjo kohë moderne na krijon, na ngren shumë kurthe, do jemi ne, gratë, nënat, të japim shembull, të frymëzojmë për këtë realitet, për të kapërcyer çdo vështirësi, por ama pa shpërfillur problemet e kohës, duke dhënë kontribut primar për këto probleme dhe për të ndihmuar në zgjidhjen e këtyre problemeve. Në skenën e QKF, secila nga zonjat që u vlerësua me titullin Gruaja e vitit, rrëfeu më shumë lidhur me profesionin e saj, punën e përditshme dhe vizionin që ato ndajnë për të formuar dhe përcjell një shembull që duhet ndjekur. Të pranishme në këtë aktivitet ishin dhe deputetja Eva Budini dhe ish deputetja Nora Malaj. Një hapësirë e veçantë gjatë ceremonisë ju rezervua 20 fëmijëve nga shtresat e nevojë të qytetit, të cilëve ju dhurua nga një pako, e mundësuar fal kontributit financiar të 10 grave më të suksesshme të këtij viti. Në event nuk munguan dhe momentet plot alegri dhe ritëm, nën tingujt e hiteve më të njohura të këngëtarëve Mateus Froku, Jessica Polo e të tjerë.